popull shqiptar, vazhdoni luftë për rrëzimin e kësaj klase tradhtare, anti-shqiptare, të shpëtojmë Adheun. Nuk kemi problem partjake, kemi Adheun rrezik. Fëmijët tanë braktisë Adheun, prindrit gjenën pa fëmijë, plejt flasin e vete, 780.000 pensionistë, nga cilët 500.000 kanë në 200.000, nësa deputetet e Tiranës e kanë 4.800.000 rrogën mujore. A shikon çfarë bëhet? 95% e pasurisë kombëtare kanë vetëm 3.5% e popullit shqiptar. Populli është braktisur. Prandaj Nusi është shkëlqyer me dorën në bark tha. Ka marrë demonstrat për fëmijën 8 muaj që kam në bark. Të shpëtoj pasardhësit e mi. A kuptoni ku ka vënë thika populli shqiptar? Nuk ka më parti. Atë dheu me rrezik. Edi Rama ka vënë dorë në sovranitet kombëtar. Ushetuta shkelu me 2 këmbët, merrni 1, 2 dhe 3. Edi Rama në qënë burg urgjentisht. Adheu do shpëtuar. Kolonel, para gati 30 vitesh ju ngritet një herë në këmbë Turqinë. Tani mendoni që do ngrihet për herë të dytë për të mbrojtur Stazanin? Tanë brëmë, Erdogani ka mbetur urgjentisht kuvendin. Dhe ka trajtuar me shumë kujdes problemet e Izraelit, Netanyahu e thotoj, një Hitler më i rrezik se kryqëzimit botërore. Pati disa deklarata forta. Hitler ashtu si po vret atë popullsitë pafajshme dhe gjykatat ndërkombëtare kanë zerë urdhën e arrestimit ndërkombëtar dhe në Izrael po bëhet gjyqi më i ashpër kundër tia. Edi Rama vrapon me vrap të Netanyahu dhe vrapron te bordi i paqes, që është institucion privat, nuk është i Amerikës. Është institucion privat i Trumpit. Dhe mu të bëhet pyetja, si ishte mundur që Amerika i hoqi non gratë Berishës? A dini pse e hoqi? Po do ju pyesja në vazhdim, po ju më dolët më përpara aty. Pra Poj dafur. Kolonel, ju sepse Berisha keni thënë që Amerika ka interesa. Sepse Berisha u bashkua me Ramën në probleme madhore që janë interesat e Trumpit. Për çfarë thonë juve? Berisha votoi në kuvend që Edi Rama tikte me vrap dhe të merrte pjesë në krijimin e institutit privat bordit në Amerikë dhe të mbështesi financën $1 miliard kur Shqipëria në bukë. Atë bord paqe, vetë bord paqe nuk është një. E dyta, e mbështeti në kuvend për organizat terrorizmit iranian, kërkesë amerikane. 3, dhe më kryesorja e mbështeti për Stazanin dhe për zvërënesi kushten e dhëndri Trumpit. Dhe shikoni me çfarë shpejtësie ata vepruan dhe përgjigja që kjo për interesat tona kombëtare. A shikoni? Pra Amerika ka interesa, kolonel, nuk ka misi. Ajo që keni thënë ju. Ka mos i pati. Kizingeri, diplomati më i madh i Amerikës ka deklaruar me gërma të mëdha. Amerika nuk ka aleat përjetshëm, ka interesat përjetshme. Pra, ajo shikon interesat e saja dhe nuk ka aleat përjetshëm. Pra, tanë duke qenë se Berisha tani u bë pjesë e interesave strategjike të saja në Shqipëri, duke mbështetur Ramën, me njëherë veproi. Pra, Kizingeri, diplomati më i madh i botës, që ka bërë katë librat e mëdha, u vërtetua edhe në Shqipëri. Kolonel, do ju dëgjoj gjykata kushtetuese me Spakun apo jo? Gjykata kushtetuese unë bëj çudi si flër gjumë, se ne nuk flër gjumë. Jemi shumë intelektual dhe ushtarak madhor në Amerikë, në Kanada, në Angli, edhe në vendet e tjera që kombinojmë ditë natë për këtë tradhti kombëtare, sepse gjithë populli shqiptar është ngritur në këmbë dhe ne nuk mund të heshtim. Kolonel, por në vazhdim tani ju thatë që duhet krijohet një komitet shpëtimi. Mendoni si do marrë rrjedha e protestës? Duhet ketë një leadership, duhet ketë një krye? Duhet krijohet komuniteti shpëtimit kombëtar. Me një ekip civilësh dhe ushtarak madhor të Shqipërisë që ditë bëj shtet.
dhe të hartohet programi urgjentisht se si do të, sepse zvarritja e mëtejshme këtyre protestave do t'i çojë degëshuarjes dhe glodhjes popullit. Populli kërkon zgjidhje dhe zgjidhja bëhet me program, me ligje. Në një rënar, komiteti do drejtojë dhe të organizojë në vazhdimsi të demonstrata deri në rrethimin e kryeministrisë dhe të kuvendit për mos hyrjen me të tradhtarëve në institucionet e shtetit tonë, dhe në anë tjetër bëhet presionit spakut dhe gjykatës kushtetuese të marrë masat urgjente për dënimin e tyre, të kalohet të rrëzohet qeveria, të krijohet qeveri teknike nënmujore, të bëhen ligje të shkatërimit gjithë ligjeve të anti-shqiptare dhe në zgjedhjet e përgjithshme të partisë të re kombëtare mundësisht më dheu të shpëtojmë atë dheu. Kolonel, lutem thuaj edhe diçka, ju keni botuar librin tuaj të ri, Rrugtimi i Shqipërisë për integrimin në NATO.